Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në video në radhës. Sot kena i GLE 53 AMG 2021. Kjo është gjenerata fundit e GLE-s, ka pas i facelift të kësaj, por kjo është e fundit, si shasi, se kena bo akoma këtë model. Kjo është 53-sha, është si entry level i AMG-s të GLE-t, se s'ka më poshtë, pastaj është 63-sha, 63-sha. Te grillën e kanë shumë të madhe të kjo gjenerat, ka bo këtë logën e Bencit. Shtë është ca ploma dorës. Si dizajn ka qenë goxha avancim krahasu me W166 që ka zëvendësu, sa ajo ka qenë ML u bo GLE për njëjta shasi, kurse kjo ka ndru komplet, shumë më avancume se ajo u dukte e vjetërsume që përpara, edhe kur u bo facelift ajo u dukte prapë e vjetërsume. Mrapa, ndallim nga 450 që e benzinës, ka difuzorin, ka 4 marmitat, edhe mrapa kolbin e ka më sportiv, është me çame këtu, ka këtë. Kjo është vetëm për look, se nuk është se ka lajri këtu, po ngja më agresive. Tash këto kanë dalë që motorin 2000 benzin, ato kanë qenë çik, se di pse u fut Benci motor aq vegjël. GLE 350 është motor dysh, po pastaj është 450 me motor të ngjashëm me këtë, 2.9 në linjë, 53-sha që është kjo. Pastaj 63 me VT-të. Këto janë 4matik, 4matik plus të turbo. Goma t'i ka 21-shë, mrapa e ka më gjona normal 315-shë. Këtu pare ka 275-shë. Frenat i ka të mëdhaja, shumë të mëdhaja. Jo sa 63-shët, po të mëdhaja. Normal me kamera 360 gradë, s'po të fjallë. Ka këtu të pasqyrat. Këtu të sistema që është ka që madhe, është distroniku e këto radaret gjitha janë këtu. Dhe shosh nga afër duken këto si fije, edhe kamera këtu para. Grilla Pan-Amerikan që quhet, kjo me shërita të drejtë, para kolbi më agresiv se standardet normalisht, edhe fenerat inteligjent multibeam me pedale anësore. Ta shohim edhe motorin, M256 që ka kjo. Kjo është M256, është mild hybrid, ka dhe i bateri 48 voltëshe, jo se as me bateri, po thjesht e ka për të shtu fuqin ndërmjet hapësirave të ndrimit marsheve edhe kur është start-stopi. Ky prodho 435 kuaj fuqi, 3 mish në linjë, turbo, edhe 520 Nm tork. Për motor 3 mish është i fuqishëm, tash kjo është gjithë ajo makinë është mbi 2.2 ton, 2.3 ton dhe jetë. Kanë pas e motora nafte, 300 që dysh naft, pas e ka pas 350 që 400 që 2.9 në linjë. Motori mirë kena provu të ngjashmin e kësaj të 450 që këtë CLS-ja. Kjo është më fuqishme, nuk është hand build, tamam. Ka AMG këtu, po se ka plakën, se është hand build i bo me dorë nga AMG-ja, është i bazum të versioni 450-shës. Po i fuqishëm është pak të në letër, dhe shofim edhe në përdorim së dhe jetë kur të ecim. Të shojmë edhe bagazhin. Bagazhi ka hapësirë goxha. Kjo bëhet edhe 7 vendshë, kur bëhet 7 vendshë normal reduktohet hapësira, po thjesht fakti që e ke si opcion për të pas 7 vende, është plus i madh për këtë lloj makine se jo shumë e kanë. Duhet me kalu te mëdhajat për shembull që ta kesh, kurse këtu për kalamoj është më shumë mrapa, se s'do kesh aq shumë vend për komët, po prap ideja që e ke atë opcion është plus. Tani ta shohim edhe interiorin. Normal kjo është me keyless go, është edhe me dyrë me thithje, kështu me soft close. E hap pa qelës, që është tapiceria është e zezë, me qepe këtu lartë, është me Burmeister, normal se lidhet elektrike, që ka Benci vetë, tu e lëviz dhe pjesën e bazës, nuk lëviz vetëm gjithë se dilin këtu, po lëviz edhe që si leg extensions, BMW-ja këto tjera t'i kanë që hapet, kjo e ka kështu direkte kjo. Normalisht se dilet me ngroje me ftoje, edhe kjo këtu është që kontrollo pasagjerit. Çelësin e ka me logot AMG-s të poshtë, nuk e ka ma atë pjesën AMG të ngjit me mrapa, 63-shët e kanë atë, pedanat të përtyp mokollaj. Tash timonin e ka Alcantara komplet, që i ka edhe me këto butonat këtu, normalisht me ekran komplet, edhe me touch, plus minusat të timoni, ka këtë torës 12, head-up display për para, duket, pastër i madh, këtë pasqyrën të në mes frameless, lartë, është panoramike, ta fusim, ta hapim pak dritë, Alcantara komplet. Si kabinë, si dizajn është shumë e mirë. Kjo është AMG me flat bottom, të dëshojmë kur ta nezim. Frenat e dorës si ka këtu elektrike, këto kontrollerat për dritat. Këtu në mes është me touchpad,
lëviz me touchpad këte, këtu është për të pushu dorën. Këtu cup holder sa, i ka me ngroje ose me ftoje. Wireless charger për telefonin. Këtu është karikusa Type-C dhe CarPlay, që e lidh makinën. Ky lloj druni kështu, pëlqej si mat. Marmitat sportive, amortizator për të ngritur makinën, se është amortizator me ajër, traction control off, edhe kamerë manuale. Kjo është me ngroja, filloi të ngrof edhe kjo këtu, ka me ngroje edhe këto. Ka këto pjesën shumë bukur, këto me ledhat këtu, edhe ledhat rreth e qark shumë bukura. Bejnë që bo shumë mirë në interior lightin. Rimesën e ka këtë drunin e errët, edhe kjo shumë e bukur. Edhe këtu 4 ventat, shumë dizajn i mirë, më kanë pëlqyer për herë këto për dizajn nga mrena. Edhe nga jashtë janë si tank në gjajnë, janë gjona të mira. Është ambient i mirë për të nejtë, edhe pozicionin e ke lartë komandues si e sipër. Po ti harroj për herë këto blend spotat me trekon që janë pasqyrë. Tani ta shohim edhe mrapa. Edhe këtu rimesa e drunit, bokset Burmeister, sedilet me ngroje. Kjo ka edhe opsion sedilet elektrike mrapa, që shumë pak i kanë. Nuk i kanë standarde të gjitha, edhe për kokën e ka mrapa. Do të thonë te klasi i vet që konkurrentat e vet si kanë. Kjo është edhe 7 vençe, mrena ka hapësirë, se sedile është goxha e shtyme, po ka hapësirë sa të dush të larg. Është e bollshme, me ngroje mrapa. Po kjo elektrike do shumë nuk ka shumë që i kanë. Nuk ke shumë lëvizshmëri sa të S klas, po okay, ideja që i ke që i kontrollon, prapë është gjë ekstra veçantë, që e bë më luksoze. Klim mrapa nuk pas ka me zonë ndame, ka i karikus Type-C aty. Ka këto cup holders atë mes, ka pak storage space tu, ka hapësirë, tu mund t'ulen 3 veta, 2 janë ratë fare, po edhe 3 mund t'ulen. Do me thonë kaven, nuk është keq, si hapësirë kaven sa të dush, është goxha mirë, ja vlen. Dhe që kupeja e ka më të ngushtë, po kjo jo, kjo është mirë, nuk sakrifiko. Po kjo ka qenë hap goxha i madh që kanë bo nga gjenerata kalume e GLE-s, që e nisi si ML në fakt, se 166 unë nisë ML, bo GLE, po njëta shasi ngeli, ti është i bon ca update, po që duke e vjetër edhe e updatumja në interior sidomos, kurse kjo ndryshe komplet, edhe në momentin që doli prap është shumë moderne. Prap kjo është njëta shasi, kanë bo ca update, po shumë moderne, i këtë gjitha gjonat. Tanë me kamë me 9 marshe, 9G, si dallo fare të ndrime, vetëm kër i shef të në cross-cut, ta shi në komfort si ndjehit, shumë smooth, ta shi pak më e fort dhe pak më shumë zhurmë, bo se versioni i thjesht 450, se është më sportive. Rivalet e kësaj drejt për drejt janë X5 M50i, Porsche Cayenne S-ja, Audi, me fut Q7-ën, po e fusim, edhe pse është pak me modhe, po se Q7-ën në fakt për qenë tamam. Ne kena bo se Q8-ën, po këto rivalet e vetë, tash janë gjitha me V8, edhe Porsche Cayenne S-ja, Porsche Cayenne S-ja në fakt ishte me V6 ca kohë, dhe facelifti i futën prap 4000 në V8, si ishte me 2.9. Është, ka fuqi. Po është gjithë kjo makinë. Te kjo pjesa fuqis ka më pak se rivalet e vet, me thonë drejtën. BMW-ja X5 M50i ka 530 ku e gati 100 më shumë. Edhe S7 ka 507, e ka një 70 ku e më shumë. Cayenne S-ja 420 cam duhet ka pas te 2.9, është pak më poshtë se rivalet e vet. Po dhe shohim tash kur performancë si dhe jetë. Tash ta çojmë Sport Plus edhe shumë makinë e rëndë. Po në kthesa është e mirë me këte i body active, me këto anti-roll bars ose aktiv. S'ka body roll. E furnizoj EQ boost e bateria, e ma e balanso këtë në kthesa. E ka këte fuqin, po e ka kështu si graduale. E ma, jo se ke në moment që bam i jep edhe kështu në gjithë fare,
dytë ka torë, të njëtë, po pastaj si i bje i qikë. Po pra, ja, mirë është, mirë. Por motor 3 mish, sidomos. Si paket, si makinë, shumë e mirë, sidomos kësaj që ka shumicën e opsioneve të gjitha. I mungo vetëm klima mrapa, edhe bokset 3D, ndjenin time, tjera t'i ka. Shumë makinë e mirë, po fatkeqësisht niveli i performancës, në vit drejt si fuqi, niveli fuqisë, se kështu kthesa shumë e mirë është, po fuqi nuk e ka të duhet. Për AMG të paktën, meno AMG, meno fuqi në vit drejt. Për AMG ka pas motora shumë të fuqishëm. Ky nuk është 100% motor AMG-je, po i mungo fuqia, nuk e ka i lloj si M50 ai e BMW X5. Ajo është V8 4.4 që është më fuqishme. Edhe aty çalo pak. Pastaj këto të tjera i ka të gjitha. Kur e merr motor naftë 350 ose 400 është shumë e mirë për makinë familjare, super. Po edhe 53 është pak më ndryshe, pak më veçantë. Çofi mos bëjmë dhe version kupé, ta krahasojmë dhe me atë, se ajo ka ca ndryshime. Ka shasin më të shkurtër pak ajo. Unë po dosha SUV performance, që s'është jam fan si SUV performance, do merresha te BMW-ja, do anosha më shumë ose te Porsche. Po në kthesa shumë e mirë, me këto Active Anti-Roll Bars i Active që e ka body control, shumë e mirë në për kthesa. Se di që mendoni ju, këtë merreshit nga rivalet, makina është edhe për shitje, do e le linkun këtu poshtë, edhe mund ta shihni vetë, flisni me pronarin. Po shpresoj t'ju ketë pëlqyer video edhe shihem videon e radhës. Mirupafshim.